Në shtëpinë e Big Brother Kosovës, asgjë nuk është vërtet private. Edhe momentet që duken të vogla, të heshtura, mbartin peshën e mira syve që shohin nga jashtë. Pikërisht në një nga këto qaste, Alba i qëndroi pas limit dhe ja vendosi duart lehtë mbi qafë e krahë. Nuk ishte një veprim i madh, as i zhurmshëm. Ishte një gjest i thjeshtë, pothuaj njerëzor në një hapësirë që rrallë lejon njerëzillëk të pastër. Limi ishte i ulur, me shpatullat pak të mbledhura, si dikush që mban mbi vete më shumë se sa tholl. Loja e kishte lodhur. Fjalët, strategjitë, dyshimet, mendimet se si do të duket çdo veprim jashtë atyre mureve, të gjitha kishin lënë shenjë në trupin e tij. Alba e vuri re këtë lodhje jo sepse i duhej për lojë, por sepse afërsia e vërtetë e njeh lodhjen përpara se ta pranojë kamera. Masazhi nuk ishte shfaqje. Ishte ritëm i ngadaltë, një përpjekje për të çliruar tensionin që nuk largohet me fjalë. Në atë shtëpi, fjalët shpesh janë armë. Prekja, rrallëherë, kur Alba i tha të dua shumë, fjalia nuk u tha për publikun, edhe pse publiku e dëgjoi. Ajo u tha për atë çast. Në Big Brother, kjo është kontradikta më e madhe, të flasësh për dikë, por të dëgjohesh nga të gjithë. Të ndjesh për dikë, ndërsa të analizojnë të panjohur, për limit, ato fjalë nuk ishin premtim, as strategji. Ishin një pushim i shkurtër nga roli që kishte ndërtuar. Ai nuk reagoi me teprim. Nuk kishte nevojë. Në heshtjen e tij kishte pranueshmëri, jo si lojtar, por si njëri që për një çast nuk po mbrohej. Eseja e këtij momenti nuk është për romancën klasike që publiku shpesh kërkon në reality show. Është për nevojën njerëzore për kontakt në një ambient ku çdo gjë është garë. Alba dhe Limi, në atë çast, nuk ishin konkurrentë. Ishin dy persona që ndanin të njëjtin presion, të njëjtën izolim dhe të njëjtën frikë se mos keq kuptohen. Publiku jashtë shtëpisë e ndan menjëherë një moment të tillë në kampe. Është lojë ose është e vërtetë. Por e vërteta shpesh nuk është as njërën, as tjetrën. Në Big Brother, ndjenjat nuk janë të pastra sepse janë të izoluara nga bota reale, por as të rreme sepse lindin nga përjetime reale. Ato janë të ndërlikuara, si vetë eksperimenti social. Alba, duke masazhuar qafën dhe krahët e Limit, po bënte diçka që shtëpia e bën të vështirë, po kujdesej. Kujdesi në Big Brother është akt guximi, sepse të bën të prekshëm. Të bën të humbësh kontrollin e narrativës që ke ndërtuar për veten. Dhe Alba e mori atë rrezik, qoftë edhe për pak minuta. Fjala të dua shumë në këtë kontekst nuk është deklaratë përjetësie. Është njohje e lidhjes së momentit. Është pranim se mes lojës, nominimeve dhe debateve ekziston ende një hapësirë ku njerëzit nuk përdoren, por ndihen. Kur masazhi mbaroi, loja vazhdoi. Kamerat nuk u fikën. Strategjit u rikthyen. Por diçka mbeti pezull në ajër, kujtesa se pas çdo konkurrenti ka një trup që lodhet dhe një mendje që ka nevojë për qetësi. Big Brother Kosova shpesh gjykohet për dramat e mëdha. Por momentet që e tregojnë më mirë natyrën e tij janë këto, të vogla, të qeta, të vështira për t'u kategorizuar. Momente ku nuk fiton askush, por as nuk humbet njeriu. Në fund, publiku do të harrojë masazhin, ndoshta edhe fjalinë. Por për Alben dhe Limit, ai çast mbetet si provë se edhe në dritat më të forta, ndjenjat nuk shtuken. Ato vetëm mësojnë të flasin më bull.